të flasë para jush, jo vetëm si antari Këshillit organizativ të kësaj proteste, por edhe si invalid i luftës, si një njeri që në trup dhe në shpirt mban plagët e lirisë. Plagët tona nuk janë vetëm në trup, ato janë kujtese gjallë e ditëve kur liria nuk ishte fjalë, por ishte betejë. Dhe sot, kur shokën mbështetje kaq të madhe, zemra më re njësoj si atëherë, me krenari, me mall dhe me përgjegjësi. Jemi mbledhur këtu në sheshin në Skënderbeu, në Shkup, për një kauz që na dhem, që na prek zemrën, historinë dhe identitetin, por mbi gjitha na bashkon. Na bashkon për të kërkuar drejtësi për komandantët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilat po gjikohen padrejtësisht në Hagë. Nuk jemi këtu për të mohuar drejtësinë, përkundrazi, jemi këtu për ta kërkuar drejtësinë. Nuk jemi për të kundërshtuar ligjin, por për të kujtuar botës se ligji duhet të jetë i barabartë për të gjithë. Nuk jemi për përplasje, po për të thënë me zë të lartë se historia nuk guxon të shtrembërohet, se lufta jonë e drejtë nuk guxon të baltoset. Ne kërkojmë që gjykimi të jetë i ndershëm, transparent, i bazuar në fakte e jo në gënjeshtrat serbo-ruse. Të mos ketë standarde të dyfishta, ku kriminalet e vërtet mbeten të lirë, ndërsa çlirimtarët mbahen në përqeli. Kërkojmë drejtësi, jo hakmarrje.